Mbulesat tek femrat si duhet të jetë, duhet vetëm syt jashtë. Kjo meselja e mbulimit të fytyrës apo ferexhes ose peqës ka diskutim mes dietarëve, një pjesë e tyre, begu e madhe, thonë që është farz me mbulu gruaja fytyrën komplet, vetëm syt domethënë ose edhe syt me mbyll, me mbulu, edhe ka të tjerë që thonë fytyra bën me qenë e qeltë. Allahu e di mas miri, unë mendoj që në vendet tona mjafton fytyra me qenë, po domethënë veç fytyra me qenë qeltë, inshallah taala nuk ka problem, nëse i përmbat rregullave të tjera, pra nuk e shoh farz, por e shoh vetëm si pjesë të sunetit mbulimin e fytyrës. Pra mjafton të mbulohet pjesa tjetër e kokës, fytyra nëse mbetet të qeltë, inshallah taala nuk ka problem. Spaku për vendet tona të Ballkanit e rrethonat në të cilat jemi, kështu është të mjaftueshme. E di që dikush mund të dëgjojë diçka tjetër, por unë thash atë mesatarën të cilën unë e shoh të nevojshme, mendoj që është e mjaftueshme kjo gjë. Por nëse dikush i ka fjet zemra dhe është shqetësu në diçka tjetër, le të punon secili me atë që është shqetësu, por që e ka qetësu veten edhe që e beson se është më e sakta. Gjithsecilit Allahu i dhasht ndihmë, bereqet dhe forcë.